Me ardhjen e pranverës dhe rritjen e nivelit të poleneve në ajër, përkeqësohet gjendja shëndetësore tek personat që vuajnë nga astma. Mjeku pneumolog Samuel Kristo thotë se ka një numër të konsiderueshëm pacientësh që vuajnë nga kjo sëmundje në qytetin e Korçës, ndërsa situata rëndohet veçanërisht gjatë stinës së pranverës, që shoqërohet me shtim të simptomave, si vështirësi në frymarrje, kollë dhe shtrëngim në gjoks. Astma është me sëmundshmëri të lartë në rajonin e Korçës, me polenet, me plurat, shfaqet në goxha raste, edhe tek fëmijët edhe tek të rriturit. Të gjithë të sëmurët astmatik pothuajse janë të kategorizuar, të mjekuar me pompa dhe me mjekime të tjera, ka dhe raste të cilët agravohen dhe shtrohen në spital, qoftë edhe nga virozat të cilat acarojnë atë klinikën e astmës. Kristo thotë se më të prekur nga astma janë moshat e mesme. Ai shpjegon se cilat janë simptomat, të cilat nuk duhen neglizhuar. Kemi nga të gjitha grup moshat, moshat mesatare janë më të prekura, por edhe tek moshat e reja sa është fillimi i patologjisë i cili është më reaktiv. Simptome është mbajtja e frymës, gëritje, diskomfort torakal, kollë e vazhdueshme e cila nuk dominohet, një gjendje përgjithshme jo e mirë në aparatin respirator. Mjeku apelon për më shumë kujdes dhe kontroll të rregullt mjekësor, duke theksuar se menaxhimi i duhur i astmës ndihmon në shmangjen e komplikacioneve dhe përmirësimin e cilësisë së jetës.